Misioni OSBE ODIHR ka publikuar sot raportin final për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, 5 muaj pas përfundimit të tyre. Në raport thuhet se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të zhvilluara profesionalisht, por u zhvillua në një mjedis shumë të polarizuar dhe garuesit nuk gëzonin kushte të barabarta loje. Megjithatë, kandidatët në përgjithësi ishin në gjendje të bënin fushat lirisht, megjithse disa raportuan se u përballën me kërcënime. Administrata zgjedhore menaxhoi procesin në një mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente. Votimi jashtë vendit i prezantuar për herë të parë për këto zgjedhje u menaxhua mirë, pavarësisht marrëveshjes së vonë politike dhe miratimit të kësaj mase si dhe disa çështjeve organizative. Partia në pushtet përfitoi nga përdorimi i gjerë burimeve administrative gjatë fushatës, duke krijuar një avantazh të panevojshëm të zyrtarëve të lartë. Kishte gjithashtu shumë akuza për presion mbi votuesit, veçanërisht punojësit publik. Por më tepër legjislacioni zgjedhor dhe interpretimi i tij i ngushtë nga administrata zgjedhore nuk i penguan praktikat abuzive. Përshëndrimi i pronësisë së medias që dëmton shumësinë e burimeve të lajmeve së bashku me vetcensurën midis gazetarëve dhe dy partive më të mëdha që dominojnë mbulimin e lajmeve, kufizoi mundësinë e votuesve për të bërë një zgjedhje të informuar. Përdorimi aktiv i rrjeteve sociale online, rrjetet nga garuesit amplifikuan diskursin e fortë konfrontues dhe nuk u caktua asnjë autoritet për të zbuluar përmbajtjen e dëmshme manipuluese. Mekanizmi i ri i koordinimit midis institucioneve për të hetuar dhe ndjekur penalisht krime zgjedhore është një zhvillim i mirë pritur, por ndjekja e tyre është e nevojshme për të adresuar shqetësimet e vazhdueshme të keqpërdorimit zgjedhor. Dita e zgjedhjeve ishte përgjithsisht e qetë dhe organizuar mirë, por pati një mungesë të shpeshtë të respektimit të procedurave dhe u shënua nga një numër incidentesh të frikësimit dhe nxitjes së votuesve dhe disa mangësi procedurale dhe transparence në numërimin e votave, thuhet në raportin e OSBE ODIHR-it.